A bën më u fal namazi xhumas në një mezxhid që s'ka minare dhe që s'janë mbashtit islame, se ka thënë një hoç që nuk pranohet namazi xhumas. Që një xhami apo mezxhid që s'ka minare nuk ka lidhje me saktësinë e namazit të xhumas, por unë do të këshilloja që çdo xhami që nuk është në jurisdiksion bashkësisë islame, atje ku ka bashkësi islame, me shihat, atje ku ka me shihat, komunitet musliman si është këtu ke ne, duhet me pas kujdes se kush dore menaxhon, se mund të jenë tekfirista, mund të jenë nga këto harkistat, grupi i harkut, që i thonë vete selefista, mund të jenë lloj-lloj race, lloj-lloj partije, lloj-lloj grupacione. Këta që janë jashtë jurisdiksionit mund të jenë shumë problematik. Kështu që ai hoxha ndoshta ka e fare drejtë sepse e din që këta janë problematik dhe thotë jo, s'pranohet pra me kuptimin s'bën se shkon i xhuma tyn i dyshim. Shkon i xhuma tjetër tyn 3 dyshime, shkon xhuman tjetër tyn 17 dyshime, shkon xhuman tjetër tyn 44 dyshime dhe shkon xhuman tjetër bëhesh tekfirist me patent. S'lehosh pa e bë qafir. Ose mund të jetë nga këto të selefive, që i thonë vetë selefi, harkistat, grupi harkut. Shko herën e parë, mashallah, argumentet, shko herën e dytë, herën e tretë, dietarët, tak fillon pastaj filoni bidatçi, filoni bidatçi, filoni bidatçi, filoni bidatçi. Edhe bëhesh dhe ti pastaj harkist, fillon dhe ti listimin. Kështu që fjala e këtij hoxhës ka fare drejtë. S'ka lidhje me minaren kjo punë, por ka lidhje me ata që kanë ngrit xhamin ose menaxhojnë xhamin.